Punimet për projektin për ndërtimin e hapësirave sportive dhe rekreative në ish fushën e aviacionit në Vlorë janë ndërprer, pa një afat të qartë për rifillimin e tyre. Pamjet tregojnë një pamje të zymë të kantierit. Në teren ndodheshin vetëm 3 punëtor, një skrep i ndaluar dhe një rul i bllokuar. Askush nuk ishte në gjendje të jepte një shpjegim zyrtar për ndërprerjen e punimeve. Tabela e vendosur në krye të kantierit nuk kishte as afatin e nisjes dhe as afatin e përfundimit të projektit, ndërsa punonjësit në kantier nuk kishin kontakte të drejtuesve apo menaxherëve të projektit. Dua të luaj Vlorë ka për qëllim ndërhyrjen për rjetëzimin e ish fushës së aviacionit në hapësira sportive dhe rekreative. Financimi është bërë nga qeveria shqiptare, ndërsa zhvillues është Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Përfituesi i projektit është Bashkia Vlorë dhe kontraktori Salillari SHPK. Vlera e kontratës është 85 milion lekë të vjetra pa TVSH dhe afati parashikuar për përfundimin ishte 8 muaj. Megjithatë, asgjë nga këto nuk duket të jetë reflektuar në realitetin e kantierit. Banorët e zonës, të cilët e kishin pritur me entuziazëm projektin për hapësira sportive dhe gjelbërim, tashmë po përballen me pasigurinë e radhës, ndërsa tabelat flasin për miliona dhe plane ambicioze. Në teren realiteti është i ngrirë. Pyetja që mbetet pa përgjigje është kur do të rifillojnë punimet dhe a do të përfundojnë ndonjëherë ky projekt. Projektet për shefat si aeroporti dhe tuneli përfundojnë menjëherë, ndërsa për popullin bëjnë sikur rifillojnë dhe nuk i mbarojnë kurrë, u shpreh një qytetar jashtë kamerave.